Prokurori i përgjithshëm Olsjan Çela ka folur në seancën dëgjimore të zhvilluar në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Në fjalën e tij, Çela u shpreh se pjesa më e madhe e denoncimeve vjen në rrugë digjitale dhe për këtë arsye, ai evidentoi se hetimi i krimit zgjedhor kërkon forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të hetimit dhe ndjekjes penale për analizën e pajisjeve elektronike. Krimi zgjedhor shpesh lidhet me situata që ndodhin shpejt dhe lënë gjurmë të kufizuara. Pamjet filmike mund të shihen, postimet në rrjetet sociale mund të modifikohen, komunikimet elektronike mund të zhduken, ndërsa dëshmitarët mund të hezitojnë të japin deklarime. Për këtë arsye, sfida nuk është vetëm hetimi pas regjistrimit të procedimit penal, por edhe ruajtja e menjëhershme e të dhënave dhe provave që mund të humbasin brenda një kohe të shkurtër. Ndaj nevojitet ndërhyrja e menjëhershme në kryesi për të faktit penal ose mes një herë pas tij, çka do të lehtësonte mbledhjen e provave të nevojshme, por edhe do të jepte një efekt real parandalues mbi zgjerimin apo intensifikimin e veprimtarive kriminale në këtë fushë. Një pjesë e rëndësishme e ndikimit elektoral, presionit apo denoncimeve ndodh edhe përmes komunikimit apo në hapësirën digjitale. Për këtë arsye, hetimi i krimit zgjedhor kërkon forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të hetimit dhe ndjekjes penale për analizën e pajisjeve elektronike, komunikimeve, rrjeteve sociale, faqeve online, pamjeve filmike, materialeve audio dhe të dhënave financiare. Hetimi i krimit zgjedhor kërkon mbështetje më të mirë teknike, akses sa më të shpejtë në ekspertizë kibernetike dhe kapacitete të dedikuara për prova digjitale. Kjo kërkesë është e lidhur me nevojën e forcimit mëtej të kapaciteteve të sektorëve të specializuar në policinë e shtetit. Një sfidë tjetër lidhet me ngarkesën e përgjithshme të prokurorive dhe mungesat aktuale në burimet njerëzore, pasi disa prokurori vijojnë të funksionojnë nën kapacitetin e tyre organik, me ndikim në volumin dhe ritmin e trajtimit të çështjeve. Ndër të tjera, Çela tha se trajnimet për hetimet e krimeve zgjedhore do të forcojnë më tej kapacitetet operacionale në prokurori dhe polici. Kryeprokurori deklaroi se sistemi i mbledhjes së të dhënave është relativisht defektoz. Trajnimet për hetimin e krimit zgjedhor për prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore do të forcojnë më tej kapacitetet profesionale në sistemin e prokurorisë dhe në policinë e shtetit, ndaj merr rëndësi përfshirja e tyre në programin e trajnimit vazhdues të shkollës magjistraturës, por edhe në bashkëpunim me partnerë të tjerë brenda dhe jashtë vendit. Provoja deri tanishme ka treguar se është e rëndësishme të ketë koordinim intensiv dhe të shpejtë midis institucioneve kompetente për parandalimin dhe hetimin e veprave penale në fushën e zgjedhjeve, sipas kompetencave kushtetuese dhe ligjore të çdo organi. Nga njëra anë, prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm kanë ushtruar funksionet e tyre brenda kompetencave ligjore, duke trajtuar rastet e referuara, duke bashkëpunuar me institucionet përgjegjëse dhe duke kontribuar në ndjekjen penale të veprave që cënojnë procesin zgjedhor. Praktika ka treguar se për të rritur efektivitetin e hetimit, nuk mjafton vetëm vullneti institucional i prokurorisë, por i gjithë rrjetit të organeve që mund të kontribuojnë në këtë fushë. Duhet një sistem i konsoliduar ku informacionit vinë në kohë, referimet janë cilësore, provat të ruhen menjëherë, ekspertiza teknike të jetë aksesueshme dhe bashkëpunimi ndërinstitucional të jetë efikas. Ne kemi detyrim për punimin e dhënave dhe paraqitjen e tyre në çdo raport vjetor që bëjmë mbi gjendjen e kriminalitetit dhe patjetër një kapitull posaçëm shaj që lidhet me zgjedhjet. Tashmë dihet që sistemi jon i mbledhjes të dhënave është relativisht, do të themi, defektoz. Ndaj edhe ishtë vënë teksi ngritjes sistemit menaxhimit të çështjeve që do të prodhojë të dhëna më cilësore. Më tej, kryeprokurori vuri theksin te bashkëpunimi me policinë e shtetit si një hap i rëndësishëm për punën në terren.